Në fakt, pas festave të Krishtlindjes dhe të Vitit të Ri, takimeve me njerëzit, fishek zjarreve, ngjyra të ndezura që veshim apo kemi në shtëpi, apo drekave dhe darkave, daljeve e kështu me radhë, vjen momenti ku nga kjo kohë e jashtëzakonshme kalojmë në një kohë të zakonshme, që është ajo pas festave dhe rifidhimit të shkollave apo të angazhimeve të tjera që njerëzit kanë. Kështu që me siguri mungon një farë motivacioni, trupi është i lodhur prej festave apo mendja dëshiron të vazhdoj të jetoj festet apo pushimin dhe si rrjedhoj le të themi që me delikatesë, me butësi ndaj vetes tonë, ndaj trupit dhe mendjes tonë, mendoj që e pranojmë edhe këtë mos dëshirë për të bërë gjërat, këtë mungesë motivacioni dhe duke trajtuar veten me butësi, pak nga pak e bëjmë të mundur, jo vetëm të respektojmë veten tonë, por edhe që të respektojmë kontekstin. Pra, nëse për festa festojmë, pastaj kur festat mbarojnë dhe vjen momenti të dalim në punë apo të fillojmë shkollën, është momenti që pak nga pak mendja përgatit krejt qenien e vet për të rifidhuar. Kështu që këshilloj butësi ndaj vetes dhe kontakt me kontekstin dhe i përgjigjemi kontekstit që na kërkohet, të kemi një sjellje caktuar apo një qëndrim caktuar me butësi ndaj vetes tonë.